nuk e kalon me lihat të tërmkulli jetën për islam. Te Besim Dina, me lihat të tërmkulli, dha deklarata shumë të fuqishme sa i përket islamit edhe besimtarve musliman. Agresion kemi besim të islamit, politik, radikal, për një shtet islamik. Definitivisht që më të edit, a është të full për Kosovë apo për një vend tjetër. Tjetra që ajo e tha ishte, nuk janë besimtar, s'kan lidhje me besim. Sinqerisht, unë jam prek shumë, e besoj shumë janë prek njëjtësion. Ajo gjithashtu tha, unë besoj në Zot edhe fund. E nderume, nëse për ju me besu në Zot është fundi, për ne është veç fillimi. Sepse pas besimit në Zot, ne vazhdojmë me izbatu praktikat të cilat Zoti, të cilin ju edhe ne e besojmë, i ka të përsaktu për ne si njerëz. Edhe na juve absolutisht nuk ju gjykojmë për këtë, që e besoni Zotin edhe fund, është okej, po të paktën si mirë kuptimin ton që e kemi ndaj është, ta keni edhe ju ndaj nesh. Për kur gjë tjetër, veç për faktin që jemi shqiptar, banor të këtij vendi edhe jemi praktikues fetar, pavarësisht që angazhimi ju i politik është për t'u vlerësuar, që nga para lufta e deri sot. Por s'ka nevojë bre me përfshi fen se definitivisht mu nuk po ka kuptim ç'kjo. Mandej, se cilin vend botës ka besimtar të feve të ndryshme, të cilët janë të hapur, janë të lirë me praktiku fenë vet. Pse të na gjithmonë besimi islam duhet mu bë temë? Edhe pse është qaq problem na si besimtar musliman me pas përfaqësues në institucione në qeveri. Mandej gjithashtu që nuk duhemi me harru se hoxhallarët tanë shumë prej tyre kanë luftu në luftën për Kosovën, pavarësisht që qëllimi edhe njeti i tyre ka qenë hatri i Zotit, e të cilët konsideroj që është desht mu përmend këto deklarata. Kjo video nuk është kundër zonjës tërmkulli. Kjo video po bëhet për me ngrit vetdia sa i përket islamit dhe besimtarëve të këtij vendi. S'do të thotë që na në mes veti duhemi gjithsesi me u dasht, po të paktën me u respektu si shqiptar.